Vllaznia ka mposhtur Laçin me rezultatin 3-0 në sfidën miqësore të luetur në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës. Në pjesën e parë ishin kurbinasit që luetën më mirë dhe kishin rast të shënimi, por 45 minutat e saj u mbyllën në shifrat e barabarta 0-0. Krejtndryshe do të ishte pjesa e dytë ku të 3 golat u shënuan gjatë saj pikërisht në 20 minutat e fundit. Fillimisht ishte Amin Tahiri i cili dërgoi topin në rrjet në debutimin e tij. Goli i dytë u shënua nga Edon Murataj teksa ky i fundit realizoi nga distanca. Për të vullosur rezultatin mendoi Tahiri që plotësoi dobjetën personale. Pas ndeshjes, zëvendës trajneri i vllaznisë Ergi Borshi foli më tepër rreth kësaj miqësore, të fituar nga Kuqeblut me rezultatin 3-0. I kënaqur për performancën e disa lojtarëve, pavarësisht se ata kanë qenë një javë që kanë qenë shumë ngarkuar për djemt, edhe besoj që kjo javë dhe java tjetër do të vazhdojnë me këto ngarkesa. Rëndësishme është performanca e disa lojtarëve, pa edhe disa lojtarë që janë bashku ekipit pak me vonesë, pa me disa lojtarë që s'kena mujt me i pa në miqësore, e ma përpashme për atë problemin e Europës që dihet, edhe them që i morëm sinjale pozitive për shumë lojtarëve, për pavarësisht rezultatit që nuk besoj se ka rëndësi të madhe. Besoj se sinjal pozitiv për performancën që bani për vedi, sinjal pozitiv edhe për ekipin, pasi është djalë shkodran. Mendoj që ka një të ardhmë mirë, po duhet me punu shumë, sepse është shumë djalë i ri edhe ka rrugë gjatë me bë përpara. Mehmeti vjen nesër, i është bashku ekipit Mehmeti, është çështje e mbyllur kjo. Po presim edhe 2-3 pika kryesore. Besoj që ditën vim do të ketë lojme më teshme. Nga ana tjetër, trajneri i Laçit Çatip Osmani foli për mediat pas disfatës 3-0 që skuadra e tij regjistroi në Loro Boriçi ndaj vllaznisë. 57 vjeçari u shpreh optimist teksa deklaroi se skuadra kurbinase do të luftojë për 6 vendet e para këtë sezon. Sa i përket lojës, sigurisht se pjesën e parë jemi të kënaqur, ku ende shifët se kemi disa probleme që me kalimin e kohës duhet t'i përmirësojmë. Pjesën e parë shfrytzuam disa raste, luajshim mirë, sidomos e kërkueshim atë lojën 1-1 ku ishim në mënyrë kvalitative e kemi bën. Po pjesa ditë ndikoi sepse edhe kemi disa lojtarë të lënduam ashtu që nuk kishim ndrime adekuate për moment për të freskuar ekip. Po ne sigurisht se mundohena të bëjmë një ekip konkurruese, ekip që dhe jetë në 6 vendet e para ku luhet ai play-off. Ndeshjen e radhës miqësore vllaznia do ta luajë ndaj Burreli ditën e premte, ndërsa pas saj ekipi Kuqeblu pritet të zhvillojë një fazë të shkurtër përgatitore në Puk.